Përshëndetje, unë quhem Belinda Evriqi dhe tema për sot është gjua që më thuri emrin. Gjua është e veçantë për çdo njeri. Çdo shkronjë e emrit tim ka një tingull të veçantë, një histori të fshehur që vetëm gjua mund të tregoj. Kur më thuri emrin, ndjeva që nuk ishte thjesht një fjalë, por një pjesë e identitetit tim. Gjua më dha mundësi të kuptoj se kush jam, të shpreh emocionet dhe të lidhem me njerëz rreth meje. Ajo më mësoi se edhe një fjalë e vetme mund të ketë kuptim të madh dhe të mbajë një histori të tërë. Gjua është më shumë se fjalë. Ajo është një mjet magjik që lidh njerëzit me njëri tjetrin dhe me historinë e tyre. Kur gjuha më thuri emrin, ajo nuk bëri thjesht të mundur që të më quaj me një emër, por më krijoi një identitet, një histori personale dhe një lidhje të veçantë në botën rreth meje. Emri im nuk është vetëm një fjalë, ai është tingull i parë që më përshkroi dhe më bën të veçantë. Gjua që më thuri emrin nuk është vetëm gjuhë, është një urë që lidh të kaluaren me të tashmen dhe shpirtin me botën përreth. Ajo më bëri të veçantë dhe më kujtoi se çdo emër ka një histori që pret të rrëfehet. Faleminderit për vëmendjen.